ofendimet, me kërcënimet, cilat i kam vazhdueshme, nuk mirëna, nuk kumblojnë asnjë lloj përshtypje. Okej. Unë jam i bindur që jem drejtëm. Edhe siç ka thënë Mullaj Drexhilani, mos u friksoni se Zoti me neve jena në rrugën e drejtë, populli është me neve, luftojmë boll hapur ndaj serbëve, edhe unë e kam njëjtën frymëzim rapa që Zoti është me neve, populli është me neve, drejta është në anën tonë, ligji është në anën tonë, nuk lodhna hiç, çka më shkruajnë as nuk mirëna me ta. Unë jam veç një argat i të vërtetës, edhe unë mendoj që ajo ka qenë tabori ose fusha jem e betejës, unë jam avokat, edhe kjo është çështje ligjore, është dashur që dikush që e njeh ligjin ta përgatis, e ka marrë këtë përgjegjësi. Mendoj që nuk është ndonjë çështje e madhe, mirë po mendoj që kjo do të jetë vetëm një shkëndij që t'i frymëzoj të tjerë, posaçërisht është intelektual, e këtij vendi që duhet të jenë shumë të zëshëm dhe më tashpër me argumente.